Me ekspozitën Cigarette Break të Djelza Salicanës është mbyllur jo vetëm Pop-up Art Week, por edhe një cikël i tërë 4 vjeçar i programit të Galerisë 17 në këtë hapësirë. Pauza e punës është shndruar në temë, metodë dhe përvojë fizike. Hapësira është ndarë qartësisht në 2 pjesë, në njërin anë është lejuar cigarja e në tjetrën jo. Vizitorët kanë kaluar nga njëra anë në tjetrën duke e bërë trupin e tyre pjesë të instalacionit, pa e kuptuar menjëherë se po e riprodhojnë vetë logjikën e veprës. Në qendër të ekspozitës është pauza e vogël ditore, ajo që merret për qetësi, por që me përsëritje tretet brenda rutinës. Në mur janë vendosur vizatime të vogla të realizuara me një vijë të qetë, thuajse neutrale, ku shfaqen gra në momente të zakonshme duke pushuar, duke vëzhguar, duke pirë një cigare. Ato nuk janë skena dramatike, as deklarata të forta. Janë fragmente të përditshmërisë që mbajnë tensionin e heshtur të roleve të shumta. Vetë ndarja fizike e hapësirës ka funksionuar si zgjerimi i konceptit. Shiriti që shënon smoking area nuk është vetëm element organizativ, por pjesë e gjuhës së ekspozitës. Njerëzit janë mbledhur aty, kanë pirë cigare, kanë biseduar, duke krijuar një zonë të qetë, pa pasoja të dukshme. Pikërisht ky normalitet i ka dhënë peshë veprës. Pauza nuk ka qenë dramatizuar, por e përjetuar. Një hapësirë ndërmjetme ku rolet janë mjegulluar për pak qaste pa u zhdukur. Salicana nuk e ka trajtuar cigaren si simbol rebelimi apo arratisjeje, por si veprim të zakonshëm që pikërisht pse përsëritet bëhet i padukshëm. Koncepti i ekspozitës flet për një veprim ose nëse fenomen jo veprim mujmë thonë që njeriu e përzgjedh për me dal pak prej rutinës ditore. Unë këtë rast e kom përzgjedh cigaren, edhe se qysh mund është me marr pauzat vogla ditore për me ik realitetit, me ik rutinës ditës, që me marrë domethënë një kohë për qetësi për vete, e në të njëjtën kohë çaj veprim bëhet edhe pjesë e rutinës, po nuk e vren. Pushimi nuk e ndërpret rrjedhën e jetës, por bashkëjeton me të, pa premtuar ndryshim, vetëm vazhdimsi. Shumica e figurave janë femra, jo si pozicionim ideologjik i zëshëm, por si vëzhgim i një realiteti të përditshëm. Shumica e subjekteve që i kom paraqit në ilustrime janë femra, edhe kom dash me këta domethënë me përfshi edhe atë idenë se qysh një grua sado që është ka punë ose ka një profesion ose hobi që është i bo dhe është në zonë gjatë ditës, prapë merr atë pushimin e vet që i nevojitet edhe pse ai pushimi ka bo pjesë e rutinës. Në disa prej punëve hyn figura shtazore, prani jo njerëzore që e zhvendosin lehtë skenën nga realizmi i drejtpërdrejt. Ato nuk funksionojnë si metafora të qarta, por si elemente që e zbusin kornizën dhe krijojnë paqartësi. Përmes tyre shikuesi mund të vëzhgojë pa u detyruar të identifikohet drejtpërdrejt me figurën njerëzore. Skena bëhet më e lehtë për t'u kapur, por njëkohësisht më e hapur, duke e mbajtur tensionin nën sipërfaqe. Asgjë nuk qahet, asgjë nuk zgjidhet. Pauza shkrihet me rutinën dhe rikthehet në pikën e nisjes. Nga publiku, Arçi Bukqiu ka vlerësuar qasjen e artistes ndaj jetës së përditshme, duke theksuar se zgjedhja e cigareve si element është veçanërisht domethënëse në kontekstin lokal. Jam gëzu tepër shumë kur e kom pa punët e saj të dalë më pa. Djelza ka një qasje shumë interesante sa i përket punëve të saj, se merret me ditën e përditshme, merret me senet që ketë shkojnë për to, rutinën. Edhe e ka zgjedh një element shumë specifik për plot njerëz, sidomos në Kosovë, që është cigarja. Edhe që ajo koha që e marrin njerëz gjatë ditës tyne për me pi një cigare. Normal, sipas stilit saj që e ka paraqit që atë punë, është shumë rastlense. Në këtë ekspozit, gjesti minimal ka qenë mjaftueshëm i fortë për të hapur një fushë reflektimi pa e imponuar atë. Ekspozita ka shërbyer edhe si akt përmbyllës për Galerinë 17 në këtë lokacion. Si Hana Klisurica nga Fondacioni 17 ka theksuar se 3 ekspozitat e Pop-up Art Week e kanë bërë më të plot këtë javë.
Kanë qenë 3 ekspozita të ndryshme, me tematika të ndryshme që po më duket edhe kanë bo më të bukur këtë javën e Pop-Up Art Week. Dhe po e përmbyllim Pop-Up Art Week me një koncert të muzikës punk metal. Arsyeja pse kemi vendos ta mbyllim Pop-Up Art Week po ashtu edhe programin 4 vjeçar të Galeria 17 në këtë hapësirë fizike është se Galeria 17, para se të shndrohet, hapësira para se të shndrohet në galeri, ka qenë automekanik, edhe po mendojmë se edhe këto bendet e muzikës rock, metallet e tjera, zakonisht ushtrimet edhe formimet e tyre i kanë në për garazha, edhe si koncept përshtatet shumë. Ka kujtuar se që në fillim të strategjisë 4 vjeçare ka qenë parapar edhe një botim për mbyllës. Qysh në fillim, kur është hartu edhe programi dhe strategjia e Galeria 17 për ciklin 4 vjeçar, është mendu që në përfundim të ketë edhe një botim në formë të librit apo katalogut, për dallim prej, për shembull, në galeria ose institucionet e tjera që kanë zakon që të publikohet një katalog në fund pas çdo ekspozite, ne kemi menduar që të kemi një përmbledhje 4 vjeçare në këtë botim ku edhe një herë i trajtojmë këto tema që ne si që thash, e kemi konsideruar se janë të rëndësishme të trajtohen për kontekstin ton lokal, dhe jo vetëm, domethënë, por edhe për zhvillimin e artit bashkëkohor në vend. Në këtë mbyllje, ekspozita e Djelza Salicanës nuk ka kërkuar kulm emocional. Ajo ka zgjedhur një ritëm tjetër, të ngadalt, të përsëritur dhe të qëndrueshëm. Një pauzë që nuk premton më shumë se vetveten, por që pikërisht për këtë arsye flet qartë për mënyrën se si jeta vazhdon. Edhe në hapësirën e galerisë, pauza është tretur në rutinë dhe rutina ka mbetur aty, e vëzhgueshme dhe pa zhurmë.